Në tregun agroshqimor të qytetit të Kukësit vjetër e mungesa e qershisë, e kjo vjen për faktin e temperaturave të ulta para pak kohësh që kanë ndikuar në periudhën e lulëzimit. Vetë qershive, produktet e tjera janë në masivitet. Ndryshe nga vitet e kaluara ku prodhimi i qershisë ishte i bollshëm, këtë vit ka një mungesë të theksuar, si pasojë edhe çmimi ka shënuar rritje të ndjeshme, duke arritur deri në 600 lekë për kilogram. Ardit Keci, tregtar në tregun agroshqimor, tregon se ky vit ka qenë i dobët për sa i përket prodhimit të qershisë. Ka mungesa sepse ka qenë kur ishte në lulëzim qershia nga i ftohti, nuk ka pa lulëzim. Po ka qenë edhe qershia ka qenë shumë çmimi shtrenjtë për këtë se kemi marrë shumë, edhe njerëz po kanë marrën apo ma me pak sasi. Kena marrë nga zona aneka Elbasani. Në vitet e kaluara kishte prodhim të bollshëm dhe çmimi ishte rreth 200 deri në 300 lekë për kilogram, më i pranueshëm për konsumatorët. Po ka pa me bolle këtë vit tjera. Po çmimi ka qenë shumë i arsyeshëm, po si vjet është pak problem. Aktualisht në tezgat e tregut vërejnë kryesisht prodhimet vendore, sidomos perime të ndryshme që janë në sezon dhe me furnizim më të qëndrueshëm.